Ne kemi të nevojshme njohim pak atributet e Zotit, në dorën e të cilit është jeta dhe vdekja. Dhe duam që hoxha pra të na flasësh pak për Allahun, për jetën e tij, sepse njerëzit sot dhe gjithmonë patjetër e kanë tepër të nevojshme që ta njohin Allahun. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Falënderimi takon Allahut të lartësuar. Lavdrimet dhe paqja qofshin mbi njeriu më të mirë, të dërguarin ton Muhammedin. Allahu i lartësuar është El Hayyu El Qayyum, i gjalli i përjetshmi, mbajtësi i gjithçkaje, mbikëqyrësi i gjithësisë. El Hayy është një nga emrat e bukur të Allahut të lartësuar, që do thotë i gjalli. Allahu i lartësuar është i gjallë, jeton. Jeta e tij s'ka fillim dhe as fund. Ai është i përjetshëm, i përhershëm, i pavdekshëm. Siç ka thënë një vend tjetër në Kur'an, "Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut." Mbështetu tek Allahu i cili është i gjalli, që nuk vdes kurrë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith, duke bërë një lutje, "Anta al-hayyu alladhi la yamut, wal jinnu wal insu yamutun." Ti o Allah je i gjalli që jeton dhe nuk do të vdesësh kurrë, ndërsa gjindet dhe njerëzit do të vdesin. Allahu i lartësuar pra është i gjallë, i përjetshëm, ai është mbajtësi i gjithçkaje, ai mbikëqyr gjithësinë, ai drejton punët e gjithësisë. Ai s'ka nevojë për asgjë, ai ekziston vetiu, ndërsa krijesat e kanë fituar ekzistencën nga Allahu. Allahu i solli krijesat, i solli gjallësat në ekzistencë. Kështu që këto dy emra të bukur të Allahut të lartësuar përmenden bashkë në disa citate kuranore, por edhe në disa hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam. El Hayyu El Qayyum, i gjalli, i përjetshmi, mbikëqyrësi i gjithësisë. Ajsa disa dietar janë të mendimit se këto dy emra, El Hayyu El Qayyum, janë emri më i madh i Allahut të lartësuar, me të cilin nëse robi ja kërkon diçka Allahu, nëse robi i kërkon diçka Allahu duke përmendur këto dy emra, Allahu i lartësuar pranon lutjen, dhe në qoftë se njeriu i lutet Allahut të lartësuar duke përmendur këto dy emra, Allahu i lartësuar ja pranon lutjen. Pra Allahu është i gjalli, ai është i përjetshmi, dhe Allahu i lartësuar është ai i cili na ka dhënë jetën neve, ai na mban neve, ai mbikëqyr gjithësinë, subhanahu wa taala. Ne kemi nevojë në çdo moment që të na mbajë Allahu i lartësuar. Prandaj i dërguari Allahut ka bërë një lutje dhe ka thënë, "Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith." O ti i gjallë, i përjetshëm, mbikëqyrësi i gjithësisë, mbajtësi i gjithçkaje, me mëshirën tënde kërkoj ndihmë. Aslih li sha'ni kullah, me rregullo të gjitha punët, dhe mos më lër për veten time as edhe sa një hapi i mbyllë syri, as një moment mos më lër për veten time. Pra në çdo frymëmarrje, në çdo moment ne kemi nevojë për Allahun i cili është i gjallë, jeton, vepron, komandon gjithësinë, drejton punët e gjithësisë, e mban gjithësinë, i mban gjallësat. Aslih sha'ni kullah, me rregullon të gjitha punët. Allahu i lartësuar na i rregullon neve të gjitha punët. Pra është Allahu ai i cili domethënë është i gjallë, i përjetshëm, ndërsa gjinët dhe njerëzit do të vdesin. E ka bërë ligj Allahu i lartësuar këtë çështje.